vazhdohen shumë orë dhe ligjërata të tjera. Ajo që dësha unë edhe që është qëllimi dhe intenca ime është që ju të jeni pjesë e ligjëratave tona, që të jeni edhe me kandidatët e masterit të këtij viti. Faleminderit. Edhe këta nga përsa afërmi. Dhe qëllimi im është që disa pyetje të cilat normalisht që ne i kemi diskutu edhe me juve, sa kam njoftu edhe pak përmes telefonit. Shumë mirë. Puna e kirajeteve. Na kemi debatu me studentët. Edhe unë ju kam tregu një rast kur unë e pata pyetur Ahmed Naufelin. Pendja Ahmed Naufelin. Profesor doktor. هل القرآن نزل على حرف واحد أو على أحرف؟ Tani l-kiraat, për shembull, koha kur janë themelu shkollat e kirajeteve, ose kush janë themeluesit e kirajeteve. Si shkolla, si njerëz të cilët njihen si themelues, neve po na datojnë 100 vjet, 150 vjet, masi që ka vdekur pejgamberi alayhis salam. Një. Edhe Ahmed Noveli më tha mua kështu, ja akhi, el-Qur'anu nazala ala harfin wahid, ala harf al-Quraysh. ثم مع مضي الوقت والزمان اختلفت me kalimin e kohës studentat kopituese kuptojnë edhe të kanë lindur edhe këto lehgjatet edhe këto dialektet e ndryshme. Na shpjegon, për shembull, si është e mundshme fatabayyanu fatathabatu. Mundesh me ta bëj këto nëse ki shembuj. Kur ndryshon edhe kuptimi. Ka diçka këtu se këta orientalistët për shembull, siç e din, kanë gjetë këtu pika dobta, kanë thonë për shembull se nuk është një lexim unifikues. Shumë mirë, profesor. Hajde, bëne slide-in aty share screen. Apet disabled, bëne. Bismillahirrahmanirrahim. Akoma s'është. Shumë bëdoj ka ti baki bre. Jo nuk e ka të rëgu, profesor. Kërëshit me shumë. Pa viza. Ta shumë jo. Regull, bismillah, regull. Sa pjesë e përgjegjes pyetjes profesorit se në Kur'an dhe thët a ka zvrit me një harf, me një mënyrë të leximit, apo shumë ahruf, disa me dialekt apo disa mënyra, vazhdoni tash këtu të skrini, këtë të e disa slajda tjera këtu. Kjo është ai problemi apo ai orientalisti më i madh në botën e kirajeteve, Ignaz Goldziher, apo shihni? Po kena marrë na krap fol për to. Keni fol? Ai ka librin e tij, që kjo është ai libri i tij, me dhahibë tefsir el-Islami i përkthyer në gjuhën arabe, është përkthyer vitet 50 e diçka atje në Kairo. Bële edhe rekomandoj që dikush gjuhën shqipe më përkthyej këto, do thotë për çështje shkencore. Se këtu ka edhe më shumë sherr se sa hajër, nuk ka shumë hajër, mirë po për shkencë, për dituri me ditë, realitetin është mirë. Në librin e tij me dhahibë tefsir el-Islami, këtu tashti, do me thonë, me zebet e komentimeve në islam, qysh komentohen ajetet koranore, çështje tjera, këtu i përmend shumë shubuhat, shumë skepticizma. Një prej atyre skepticizmave, jo të shubhetul ula, të shubhetul thanje, jo as të e treta, jo as të e katërta, ikhtilaf el-qiraat, po, këtu tash diku vinte e pesta, këtu apet është larg pyetjes, këtu tash te tabiat el-khatt el-arabi. Ejwa hadha, te skepticizma numër 4, apo dyshimi numër 4. Qysh kënë zhvillu kirajetet sipas Goldziherit? Sipas Goldziherit, po thot, pjesa dërmuese e kirajeteve ndryshimeve të shumta, po thot, në botën e kirajeteve është
specifika e kaligrafisë arabe. Do të struktura e gjuhës arabe, ti ku ta shkruan tash arabisht, fjala po vjen, qysh tha dhe profesori, fete thebbetu edhe fete bejenu, po, tashune, qëre pa pika e kom shkru që tu si disa po shijet. Po. Tash, qëre, që këtu tash, s'moshti kur qysh me lidh këton pa vokale. Ju e dini që vokalet, hareket, jenë shtu masanena. Fillim Kurani o shkrujt pa vokale. Edhe Arabt e kulluar, Arabt, sahabët e pejgamberit a.s. Në atë kur ka zbrit Kurani, u kon e kuptueshme teksti dhe thët qka përmban, se si lexohet. Bile, këto mësën e tash diçka treje, me mja qitë vokalet, që ti teksti qështu që shonë me vokalizue, me e dërgu këtë letër tash dikujt, në atë kohë është konsiderue dhe thët në nëqmim për ati që apë e dërgon letërët, se kinë se ti si të marrë vesh ka po shkruan këtu, e unë po të mësoj tyje qysh me lexue këto mos me gabue. është konsiderue në nëqmim dhe ihane me bo të shkil el kitabe. Prandaj nuk kam pas nevoj arabt original të asaj kohë për vokalizime. Me hapjen e islamit, me hapjen e futuhat el islamie, do të zgjerimin e fesë islame, hyrja njerëzve të huj, agjemive në islam, kanë fillu me bo gabime, edhe kanë fillu mos me kuptua sekretet e strukturës gjuhës arabe atje. Edhe që kanë bo, tashti, po, që të pikat, këtu, f, pastaj, t, b, fe, te, theb, be, fete, theb, be, tu. Tamam, po, fe, te, theb, be, shtu që i kuptoni. Qërë tashti, këto pikat, që ja qita unë tashtu, fete, theb, be, tu, apo shijet? Këta e mbosh kaku i divergjensës të etniciteteve të ndryshme, popive të ndryshme që ka një në islam, tursh, e Azi, e Afrik, e Etiopi, e Farisi, e Indian, e tjerë, ata nuk kanë qenë arab, edhe kanë fillu me bo gabime, edhe që kanë bo pastaj në kohën e Hazreti Alijës, po në kohën e Hazreti Alijës, e bul Eswed e Dueli, po e ka marrë këtë iniciativ, shpejt me vokalizua dhe thot Kur'ani, se për ndryshe kanë me gabua popujt në lezimin e Kur'anit. Tash që këtë tekst, fete thebbetu, është një rivajet, një mënyrë që ka lexohet, po edhe njëjtën kohë, struktura e parë, që ke pak të hareke, po, kjo tash të lexohet edhe fete bejenu. Fete thebbetu, edhe fete bejenu, dy ndryshime, dy variante, po, e kanë përapërsisht një kuptim. Fete thebbetu, përforcohuni apo kristalizoni mirë një lajmë kërë ndëgjoni për dikon tjetër, mos ngutni ma akuzu dikon tjetër, ja ayyuhalladhina amanu, kjo ajet është në surët el Hijr, ja ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kira ajeti jon i Hafs. Po, fatabayyanu edhe shumë kurrave tjerë vetëm është një i cili e ka lexu edhe fatathabatu, po kristalizone, vërtetohuni edhe të na i kanë thonë për para bëne ispat. A di që ka dhe me thë isbat? Kjo është ithbat gjuhën arabe. Ethbete, qite... A mujtë me më ndalë që të tash, po, në regullë, se këna spjegu kështë edhe pak... Kjo në skepticizma e Golzierit, vetëm 30 sekonda prof. Tash Golzieri, këtu tash, kure rikujtoni tash fillim që ka tash natyrën e studimeve të orientalistave, ata kanë për qëllim çdo burim të Kuranit me këput, edhe me lidh me ebreizëm. Golzieri nuk ja ka rok truni që ky fete bejenu edhe fete thebbetu është vahji për Zotit Gjeleshanu. Këto problemi halka e hupt, uraze e humbur Golzierit, edhe Noldekës, edhe Josef Shachtit, që ata do thotë nuk kanë besim të Zotit Gjeleshanu, edhe nuk kanë besim të vahji, shpalja, që fete bejenu edhe fete thebbetu, dy variantet, dy dialektet, jënë pi Allahu Gjeleshanu. Jënë sahih?
Bujron. Dëgjoj, tash po dona me saruna. Okej. Tash ti të bëjë nuve për të thënë, çto të marrëm si shembull. Shembull. Do të edhe një përmend po edhe në arabisht do të kanë përqendron dhe sqaroni. Përqendroni do të thotë sqaroni, për të betu dhe për të bëjë nu. Tash to ty sana jam. Tash unë jam dakord me ty, sepse ashtu është që të shkronja do të skripta, shkronja për të bëjë nu ato pa ahru, pa shanja diakritike, pa vokale, është shkollë shpizot. Po. Profesori Gjabir nuk po ndëgjohesh. Të bëjenu për të betu, po s'ka që nuk pëllë. Ajo, originali, është shpallje. Mirë po, të bëjenu në të varianta, ajo shpallje, ajo është teksti shpallje. Jo edhe në të një varianta. Nuk jetu dëgju, profesor. Po, unë po Profesori Gjabir nuk po ndëgjohesh. po e kuptova fjalën e fundit. Mikrofonit. Po. Në është nuk jam kona. S'ke qenave. A është tek? Tash jemi mirë, poli nuk u dëgjesh, profesor. Është. Ajo që kemi debatuar dhe mos të të profesor. Po. Ka qenë kjo. Nëse ne do të jemi të gjithë dakord që ajo është shpallje. Po. Do të që ajo që është shkruve ti atë shkrimin pa vokale. Po. Është shpallje. Po. Është shpallje. Po. Po a është shpallje edhe për të bëjnu edhe për të betu? Po, dytë jenë shpallje. Dytë jenë wahje. Do të ka zbrit, do të Gjibrili ja ka shpall Muhamedit sam dy forma. Dy format e ka shpall. Edhe pse kështu e ka shpall dy forma? Këtu tash ti dietarët e kirajeteve, për me kuptua mirë këtë çështje, kanë qitë 3 kushte për me pranu kirajetin e vërtet. Mos harroni. Kushti I parë, fete bejenu edhe fete thebbetu, ose Meliki Yawmiddin dhe Maliki Yawmiddin, po, vetëm shembuj, duhet që ky variant, që kjo metodë e leximit mu përcjell me tevatur, grup pas grupi, xhamat pas xhamati. Ka tund I fshati e ka ndëgju kështu të lexu, edhe ka përcjell fshati tjetër. Qyteti ka dëgju që kështu ka mësu Fatihan, Maliki Yawmiddin na kret Prizren apo Kosovë, edhe ja kanë përcjell studentave juve Maliki Yawmiddin. Kjo përcjellje gjenerat pas gjeneratave thën tevatur. Rregull? Për më pranu kirajeti I vërtet duhet me pas tevatur. Kjo një. E dyta, për më pranu kirajeti I vërtet që është shpallje, duhet struktura e gjuhës arabe me eduru me pranu ata. El Rasmul Uthmani, jo apedini që kaligrafia Osmani është shkrujt Kurani, e prandaj, për me bo fete bejenu dhe fete thebbetu, që këtë tekst, pa vokale, a kini pa, e duron edhe ato, edhe fete bejenu edhe fete thebbetu. Që këtë tekst, ma ato rumbollake do thët fete bejenu, po, që e mëna petë për shkru, se më mësu dora me pika, se si në mësuna pa pika me lezu, po, që këtë tekst, e duran edhe fete bejenu edhe fete thebbetu. Apo shijet? Do me thonë, struktura, baza, duhet e pranon, nuk refuzon. E fete bejenu, 2 pika në alt, fete thebbetu, 3 pika, për shumë me qitë tha, fete thebbetu, ese nun me qitë këtë e pranon kjo. Kjo në kushti dytë, me pranu kaligrafia e Rasmul Uthmani. A më bom me pruti një kirajet që ndryshon krejt baza e leximit, ajo konsiderohet qadh. Nuk pranohet dhe refuzohet, do më thënë totalisht, krejtësisht refuzohet. Dhe numër 3, kushti 3, do të tevatur me qenë, me durue struktura e gjuhës kaligrafisë osmane, dhe numër 3, që në kushti o djemë, me u pajtuo me arabishten, me gjuhën arabe, me gramatikën e gjuhës arabe, edhe mu kon kuptimi shumë I dopt, po a ka lidhje me arabishten, pranohet e kirajet. Dhe bon mu lexu namaz me ta. Qëta janë 3 kushte të kirajeteve që I kanë qitë djetarë. Mu kon tevatur,
mu pranu, do me thonë, Resmul Uthmani, kaligrafia osmane, me pranu ndryshimet, po, edhe gjuhën arabe me pas kuptim, me pas, do me thonë, logjik, aj kuptim. Fete bejenu, min el bejan, me kristalizue. Fete thebbetu, me pro argumente, ithbat me bom, ithbat, të na thënë ispat. Kjo është arabisht ithbat. Ku jenë euraqë thubutie, letrat e identiteti, do me thonë me bo argumentua diqka. Apo mëni të thonë me kuptua, edhe kristalizone bone bejan qartësone, fete bejenu pranushme, edhe fete thebbetu, kira jeti pranuar. Sikur se Maliki Yawmiddin dhe Meliki Yawmiddin, shifni o djenë, që shkruat Maliki Yawmiddin, kajtë Kuranët, e kije, kështu e kije. Këtë kopje e kije, pa ma, asni Kuran sa është me A për një. Po e kije, Meliki, edhe kini elif dvogël që shtu e kije naltë e kije. Të mëja e kini një elif dvogël. Pse e kini një elif dvogël? Kjo struktura e kaligrafisë osmane përmiru dy kirajetet që jenë këtë ajet. Bëlli ka ma shumë, po mutawatir jenë dy, Maliki edhe Meliki. Kush e lexon Meliki është rregull, e pranon është kirajet mutawatir, e pranon struktura e kaligrafisë Resmul Uthmani, edhe gjuha arabe Maliki posedues. Kush lexon Meliki, e pranon kaligrafia gjuhës arabe, o mutawatir, edhe gjuha arabe Melik mbret. Allah është mbret, i mbretërve ditën e gjykimit, po edhe nëse marrim Maliki Yawmiddin, Allah është posedues dhe ndorë të atina është dëgjë, dita e gjykimit e kjo jetë. Dy kuptimet i pranon logjika, i pranon edhe do të gjuha arabe edhe Kurani. E shumë të tjera do të këta janë tre kushtet mos maru. Golziheri, orientalisat, si kanë pa marë parasysh ta kushtet do të që i kanë qitë djetarë të kirajeteve. Dhe kanë kujtue që rëvat, ata hafëzlartë, kurrat, e kanë lezua ashtu qysh kanë pas dëshirë për qefit dhe thët, ka qenë qeshtje dhe thët dëshire, edhe gjuha arabe qështu pranon, e hajtë graj qështu. Jo, nuk ka mesele graj qështu, po aty duhet me pas tevatur, duhet me pas gjuhën arabe që pajtohet, edhe Resmul Uthmani mu pajtua, kaligrafia osmane e lejon këtë lloj kirajetit. Bojron. Një ndërhyrje në seba. Bojron. Dhe shpërna që jemi studentat të teologjisë, kjo shumë e qartë, shumë e kuptueshme, shumë e kafshme dhe na në rregull jemi çdo sa ndeshtu. Po kush më po. Bismi? Po. Na konsideron neve si orientalist pak. Rregull. Dhe tash na po ta bëjmë pyetjen si orientalist. Rregull, Bojron. Gjitha këto shpjegime që na besojnë tash. Edhe po thona, nëse ka zbrit që ajet 2 herë apo 1 herë? Po. Përgjegja për pyetjen tonë, kjo ajet ka zbrit 1 herë ka zbrit, jo 2 herë. Po Gjibrili a.s., që ka qenë mësuesi i Muhamedit a.s., çdo vjet që e ka përsërit Kur'anin në Ramazan, po ai ja ka mësuar edhe këto kirajetet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Do thot mësuesi i dërguar i Allahut, wa innaka latulqa al-Qur'ana min ladun hakimin alim. Ti dje duke pranuar Kur'anit, o Muhammed, latulqa talqin, dhe më thënë kështu, mënyrë sistematike pej Allahut që është i dijshëm dhe që është do thot i plot i mençur, që është do thot i plot fuqishëm, nëpërmjet kujt? Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Çfarë tash? Se tefsirul Kur'ani bil Kur'an është me rëndësi me ditë menexhin e tefsirit. E bëjmë tefsirul Kur'ani herë çka ka me Kur'an me ajete, pastaj me hadith, pastaj me fjalë sahabeve, pastaj me gjuhën arabe. Këta janë këta me ratib e tefsir, kategoritë e tefsirit. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, është zbritje Allahu xhaleshanu. Nazala bihi ruhul amin. Kush ka zbrit me ta? I shpirti, për fjalën për Gjibrilin alayhis salam, i besueshëm, ala qalbik, zemrën tënde, bilisanin arabiyyin mubin, me gjuhë arabe të pastër, e të qartë, e të kulluar, e të kuptuar. Dhe me thonë Gjibrili ka qenë fa idha qara'nahu fattabi' Qur'ana, surat al-Qiyamah tash.
po pejgamberi alayhis salam është mundua, mu shpejtua gjatë mësimit me Gjibrilin alayhis salam. Po Allah I ka thonë, la tuharrik bi lisanaka li ta'jala bih, mos u ngut me shpejtua gjuhën tënde për me mësu Kur'anin dhe mënyrën se si po lexohet. Inna alejna jam'ahu wa Qur'ana. Është obligimi yni që na me ta grumbulluan gjoksin tënd, me ta bo hafiz, mos me hub, me ta rujt dhe me ta tregua Kur'ana, yani qiraa'ata, çish me tregu ty se si po lexon. Gjibrili, është obligimi I Allahut. La tuharrik bi lisanak. Mos e shpejto gjuhën, mos u galos ti o I dërguari im. Fa idha qara'nahu, kur Gjibrili ta lexon, fattabi' Qur'ana, për cilët I leximin e atij, thumma inna alejna bejane, pastaj na dhe ty ta bëjmë qartë dhe tepsir se çka do me thonë kjo. Këta janë ata hapat sistematike që orientalistat mjerisht s'kan mujt me kuptua edhe mu fut këtë botën shpirtërore, botën e Gjibrilit alayhis salam, që është lidh me Allahun xhaleshanu, I dërguari I Allahut, e që e ka mësu pejgamberin në mënyrë sistematike për plot 23 vite. Gol ziheri, këta jahudit, këta krishterë që e kanë marrë dorë me mësu Islamin, këta s'kani me këto ndjenja, me këto bindje, me këto koncepte, o djemë. Për që të arsye këtyne jo kanë përzi kablat. Ta kanë dalë me këto dyshime, me këto sulme, e me këto skepticizma, e me këto probleme që sot dhe sa dite logjika si pranon. Te që to, po bërën. Kënë gjashë me kolegon. Po bërën? Se dhe profesori Xhabir neve na I ka spjegu shumicën e gjërave që I përmendet edhe pyetja është Rregull. Prej orientalistëve që e kanë shfrytzuar më shumë ti fjalët më shumë se një kuptim. Po. Për shembull edhe fjalët e huaja. Unë sa e kuptova ka zbrit nga Zoti fuqiplot, domethënë nga Gjibril alayhis salam, nga Gjibril alayhis salam te Muhamedi alayhis salam, Kur'ani. Po kirajetet, dialektet, fiset, nëse mundem me thanë kështu, që atje e kanë lexuar ndryshe, këtu ndryshe. Pra kuptimi është javë me tebatur, është vendos, cili me mbet originali sikur që e përmendet e shpjeguat ju profesor, mirë po neve si me umbrojt tani, kur ata thënë ju në Kur'an keni shumë fjalë të huaja, nuk janë arabe. Shumë mirë. Ju minu me zgjatim dhe pas zgjatim, me emza. Unë ta është I tyje, që Kurani ko kam, ta është I pitoris pak po kalem praktikës, çka po thëmë djemë, duhet vite me kuptu këto mirë, po pak bëli po mundohemi. Unë vetëm e kom qeli që Kurani ko marrë surat Merjem. Surat Merjem, po gjuzi 16 fillimi, dini, ta është I të kira jetet. Jenë ato dialektet e kabileve arabe që jenë, do të thot, gadishullin arabik, shumë fise këtu ka. Çdo fis e ka atë metodën e shqiptimit të asaj fjaleje. Dhe Kurani kur ka zbritin, ja ka dhënë opsionet, mundësit atyre kabileve, që si cila kabilet që ka konë ma njoftur në atë kohë, po Kurani do thot mu lexue. Po Kurejsh, kabilja fisi Kurejsh, që ju konë ma I ndershëm, ma superior nëse bën me thonë kështu, po ka zbrit ala lisani Kurejsh. Gjuhën Kurejshite, pjesa dërmuse, mirë për në të njëjtën kohë, aty ka pas kuptime edhe fiseve tjera, metoda tjera se si po lexohen. Tani prej fiseve, prej thekseve që kanë lexuar, thashtë nëse e lexon tash Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, ha, ja, ain, sad. Tash, Ebu Amr al-Basri, një prej kurrave, ai që që lexon tash bën imalek, është nga Iraku. Irakiant e kanë zakon pak e bën I shtremnojnë, ajat I bëjnë ose I adil. Sikur se vëllë duhe, wal lejli dha seje, jo seja, jo vëllë duhkaf. Tash po vazhdojnë. Dhikru rahmeti, e kapi me dhebit Imam Duri, Basri, pi Irakut, kur dy rëja janë gata me bë idgam. Nuk thot dhikru rahmeti, po thot dhikru rahmeti. Dy rëjat I bën rë. Abdehu Zakaria, na thëjmë Zakaria pa elif. Ebu Amr al-Basri, Zakaria, e zgat elifin edhe ja qëtë hemzën për mas. Bod med muttasil. Se fjala Zakaria
nuk lexohet me shkurtes sipas kabiles, sipas këtij fisit, po lexohet me zgjatje. Tamam? Idh nada, na lexojmë nada hafs. إذ نادى ربه نادى ينادى نداء خفيا tash shif këtu tash qale rabbi na them qale rabbi ai ka me dhebin e ka principin kur vjen lami edhe rëja duhet më zgjat thot qar rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala رأس أي ثم رأس كوكا أي ثت واشتعل الراء إسقاط يعني الراست كوكس واشتعل الراء السوء شيبة كوفين سيني مشينين مذهبي أبو عمرو البصري بون إدغام شو بون إدغام شو لازم واشتعل الراء الشيبة نكتت رأس شيبة سينين إيش نكشيبتان ولزان واشتعل الراء الشيبة تمام كو أبو عمر البصري المؤمنون قبيلة بأرابة همزة أوش نيو بري قبيلة do të që e shqiptojnë hemzën mu'minun, sikur se hafsi, po ka edhe el mu'minun, për lehtësim hemzja shkrihet. Kjo është dialekt, do thot është dialekt, do thot lehgje i thënë gjuhën arabe, të atij fisit, të asaj kabile ku ka shku, do thot aty do thot thirrja e gjuhës islame. E prandaj nuk ka kundërshtim, po, nuk ka kundërshtim këtë aspekt. Po. Dialekti hyn do të thotë në kuptimin në arabishtën që nuk e prish kuptimin. Po, hyn, që se prish kuptimin. Ja, se prish kuptimin. Ja. Po, a doni me vazhdu edhe një ligjërat, edhe një herë, edhe një turn, apo po doni me përfundu? Me vazhdu për sërë dhe pak, nëse jam projektima dhe kolegat. Se nuk e vazhdojmë deri në fund ligjëratën, së paku edhe një 15 minuta, ndosha ka dhe dikush në një pyetje. Profesor, apo unë e pata pas dëshirë prej afojit me ndëgju pak për të filologët dhe Unë dhe prej edhe një minutë e pa 18 tash me bo edhe njerë, me ripertri edhe njerë. Nëse nëse jeni të interesuar dhe nëse profesori është i gatshëm. Afësa do të mundeni edhe një 15 minuta. Jo, s'ka val, s'prish punë, ja, kënaqësinë e kemi. Nëse jeni dakord, s'prish punë, gati jam ana. A doni apo im edhe njerë? Po profesor, ina edhe. Po profesor. Po Edhe njerë veç nga mundësisht me pyet janë edhe më shkurt, mundësisht afose më kon më i shkurt, pak më i qartë. bre. Ha dhe më na vallall se çka më thon. Po, bili o deshin ka një javë që shtu ka pak njerë më inkuadro dhe na këto meselet bili pak mi dal hakish kësaj çështjes kirajeteve. I kemi edhe do i qizime në aty ma hershme aty në YouTube, në mundi me gjete faqja jonë adin, qka pëthëm historiku i tyre, 7 ahrufet, po,